njëri prej tyre është edhe ish kryetari i kuvendit dhe tashmë ushtrues detyre, por edhe shumë emra tjerë. Edhe ajo është deputet, se ju thatë pak më herët që jeni deputet. Po jo, unë e përmena një emën që mund t'jetë një prej njerëzve që fitore mund t'jetë shumë sigurt. Pastaj ka dhe shumë emra. Mund t'jetë emër tjetër përveç zotit Ende nuk ka, se nuk është bisedu zoti Pozhari. vazhdimisht Vetëm në media kemi pa. Se vazhdimisht i shohim për plasjet e zotit Rama me zotin Hajrullah Çeku. Po. Edhe gradualisht, po pashmangshëm është u zhvillu një betejë politike mes të dyve. A mund tjetë edhe zoti Çeku? Mund tjetë edhe zoti Çeku, por unë e thash... Nga Prizreni në Prishtinë? Nuk është që nuk ka qenë traditën e vetëvendosjes në borsë. Në media në kolar është bisedu për zotin Konjusa, ende nuk ka bisedime brenda lëvizjes dhe besoj që shumë shpejt do tjetë kandidatët. Mirë, po ta them edhe një fjali. Nëse zoti Rama do ta mposht cilin do kandidat të lëvizjes vetëvendosje në Prishtinë, atëherë LDK-ja ka kryetarin e ri.